mënyra si e formon Shqipja pësoren dhe vetvetoren, këto lahem, lahesh, lahet e kështu, shumë ngjashme me mënyrën si e formon greqishtja. Kurse shumë gjuhë të tjera nuk e kanë kështu. Shqipja dhe greqishtja e vjetër. E para punës si dy gjuhë i përkasin kohë kaq të ndryshme. Greqishtja e vjetër është ta zëm 3000 vjet që njihet e shkruar. Shqipja për fat keq, jo, nuk është faj greke për këtë gjë. Por krahasimi vet është i vështirë të bëhet midis këtyre dy entiteteve që janë kaq distancë kohore me njëra tjetrën. Tjetra është që Shqipja dhe greqishtja janë gjuhë europiane. Të dyja. Greqishtja ka shenja të kësaj, siç i ka dhe Shqipja. Dhe këto bëjnë që në disa nivele Shqipja dhe greqishtja e vjetër të përkojnë. Ka disa fjalë të cilat ngjajnë, po ngjajnë sepse janë gjuhë europiane. Bashkëpërkime i thon këtyre në gjuhësinë historike, në anglisht do t'i thoshin cognates. Janë fjalë që tregojnë që këto dy gjuhë janë motra në kuptimin që i përkasin të njëjtës familjeje. Domethënë ka diçka që i afron, po në lashtësi shumë të thellë. I afron. Po të shikosh edhe nga ana gramatikore, të zëm, ka disa gjëra që të habisin. Për shembull, po duhesh të futesh në hollësi. Mënyra si e formon Shqipja pësoren dhe vetvetoren, këto lahem, lahesh, lahet e kështu, shumë ngjashme me mënyrën si e formon greqishtja. Kurse shumë gjuhë të tjera nuk e kanë kështu, po të shikosh. Domethënë kanë ca gjëra të përbashkëta që ata që i kanë studiuar mendojnë që Shqipja dhe greqishtja këto i kanë nga që kanë inovuar bashkë. Kjo është shumë e rëndësishme në gjuhësinë historike.